بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضينا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل صدق الله العظيم. Ne I kemi sot për jetimet e tona me ajetin 13 dhe ajetin 14 Kurani Kerim nëse si jemi gabim, ajetin 14 dhe 15 nëse si jemi gabim, si do qoftë numrat mas paku janë të na interesu. Gjematin nderuar, kërkoj falje. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuh, si që kemi adet, kemi sunetin tonë që gjithmonë themi aje din më mirë shka ka pas për qëllim Kurani Kerim. Para se të kaloj në përjetimet tone me ajetet e Allahu Jalla Jalaluhu në vazhdim surat Fatir, na gjematit tonë atë që e dim ja bojnë edhe liar me dije se kemi kalu në fazën e fundit të mujit të shenjt. Kemi kalu në ditat e fundit të mujit ummetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Këto dita ka emrin dita e korrave. Këto dita ka emrin dita e shpëtimit njënit prej neve, qafën e vet prej zarrit xhehenemit. Edhe Ramazani dalë në 3 pjesë e qarta të xhamati. Pjesa e para ati është rahmet, pjesa ati e dita është magfiret, falja Allahu Jalla Jalaluhu, kurse pjesa e tretë Ramazanit është shpëtimi i ummetit Muhammed Mustafa nga zjarri i xhehenemit. Në ajetet me të cilit kemi të bëjmë sot, Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuh nga tregon prapë madhrinë e tij. Ka thonë yuliju al-lejla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-lejl. Përfundum gje me ajetet e fundit ku Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuh na trason shumë bukur në ajet madhrinë e tij nëpërmjet detit të ëmbël dhe detit të gjelbër, edhe përfundon ajetin me wa tara al-fulka fihi mawakhir litabtaghu min fadlih, me pjesën e anijeve të cilët I dajtëm në di pjesë. Njënja ishte pjesa pozitive, tjetra negative. Ajo pozitive ishte tregtia që mirëm me te për bereqetet e mirësitë tona, kurse pjesa tjetër ishte të meri, prej të cilit frigohet edhe kafsha dhe njeri dhe shpendi. Ato I tregum të kejt gje, e mbyll Allahu Jalla Jalaluhu ajetin e gjejt me fjallën wala allekum tashkurun. Ju ndoshta inshallah mos do t'jeni ato që më në fund kur I ndëgjoni këto gjana kaq sinqerta, thoni alhamdulillah, Zot jemi falëndërues. Pra sot fillojmë me ajetin e sotit. Yuliju al-lejla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-lejl. Në gjuhën arabe ilaj I thejnë futja e një gjanës në gjanë tjetër. Kjo ka në gjuhën arabe ilaj. Unë hapi çantën time edhe kam një letër njoftim apo një pasaport apo një dokument apo një çek, edhe kur ta xhamej çantën time e futi atë dokumentin mes di klapave, që kësa I thojnë arabisht ilaj. Ka thonë Allahu Jalla Jalaluhu, yuliju al-lejla fi an-nahar, unë e futi natën në ditë. Edhe ka thonë yuliju an-nahara fi al-lejl, edhe unë e futi ditën në natë. Dhe me thonë, këto di gjana, këto di elemente, të cilët ne prezentojnë rrotullimin e rruzullit toksor ku unë edhe ti jetojmë, edhe ne e bënd të mundën që në përmet njënas të gjejmë pushimin tonë, në përmet ditë, në përmet qetrës të ngasim më rëskit tonë, në prezentojnë Kurani Kerim në suratun Naba, në gjuzin 30 në surën e parë. Allahu Jalla Jalaluhu thot, wa ja'alna al-lejla libasa, e kemi bon natën pushim, e kemi bon natën këmish, e kemi bon natën pijam, wa ja'alna an-nahara ma'asha, kemi bon ditën pun, e kemi bon ditën djerës, e kemi bon ditën mund, e kemi bon ditën hulumtim, e kemi bon ditën zbërthimi problemeve dhe shërimi atyre. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Brego. Këtë nata dhe dita, kush ka dëshirë me I ditë çka janë, për afërmi me I pa çfarë punë bojnë, ku I ngjajnë ato mas shumti, në ndrimin, edhe mënyrën e ndrimit atyre I gjajnë një dirojtarve, në realitet
birojtar të cilët punojnë të mreti, para palatit mretit me ndrime. Njënin mramje runë prej mëngjesit, e në mramje largohet prej babës, prej derës, kalas mretit, vjen qetri me bukurinë e tij i veshur mirë, edhe ashtu që asnjëherë nuk e lën bosh, asnjëherë nuk e lën zbrazët. Sa bukur ato ndrojnë me një qetrin, sukur kur ju ka pik, katunar që po thëm, njeni me hangër qetrin, nis nga dal mramje duke ra terë, jo për një moment, po për disa momente, pa hetu njeriu, ashtu mëngjes, duke dal drita, pa hetu njeriu, hap mas hapi, Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shanuhu, neve në përmet kësaj nga tregon një gjë shumë astronomike, shumë qartë, shumë argumenti gjallë për me arë deri të dashuria adhurimi ati. Ju ligju lejle fin nahar, wa ju ligju nahara fin lejl. Këto të di elemente i keni prezent me një ko, ju të ashtë jeni duke e ndëgju dërfin e i qindijës, kurse atjen disa vise janë të e pritë si firit. Allahu Jelle Jelaluhu e Jelle Shanu kështu e ka po këtë me një vend të theri kindia parvit, me një vend s'ka therë hala, edhe 6 minuta pritet me theri namazi i kindijës në Tiran, edhe 20 disa minuta pritet me therë Brindisi, mas 25 minuta dhe mas 35 minuta pritet me therë e zani i kindijës në Rom. Në çdo moment prej momenteve, në çdo trend prej trendeve të jetës, me një vend therë namazi sabajt, në vendin qetër namazi drekës, në vendin qetër namazi i kindijës, aksham e jacia. Kështu me radh, asë një moment me këtë rotullim të bukur, në asë një moment nuk e ke që bota është bosh pa një muezin, apo një numër të madh të muezinave, duke thënë me zat lartë, Allahu Akbar, la ilaha illallah, hayya ala salah, e janë në namaz, e janë në shpëtim, e janë në ders, e janë në shpijën e Allahu Jelle Jelalu, e janë në hidajet. Çdo moment, prej 24 orë, minut mas minuti, në përmet kuj kjo bëhat, në përmet cilët rëtullim, në përmet ati rëtullimit bukur, i cili njëherë në përkun, në rëson para veti, në përkun në djepin e Allahu Jelle Jelaluhu ve Jelle Shanu, në zgjën mëngjes të pushuar, kurse në thret me ezanin e sabajt, ka thënë tash një gjojë ka emi në rëgju, tash një gjojë ka emi në shpejtim, wa gjaalna në nahara ma asha, javë kemi bëhat ditën jetë, dhe të thët, në përmet ditës, i keni si të hapun, i keni të gjitha mundësit me nga, mas asaj që ju pa te nuk ban, mas asaj që në qovë se nuk nga një sjeni ma, që e do të hasin para juve. Wa sakhara shamsa wal qamar, thënë Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shanu në Kurani Kerim. Edhe javë kam bët djelin, edhe hanën të nënshtruar. Wa sakhara shamsa wal qamar, javë kam bët djelin edhe hanën të nënshtruar, dhe të thot, i kam nënshtru të ditë për ju. Qëka i ka nënshtru për ne? Ne dim shumë mirë, si pas matjeve më të reja, si djeli është me një largësi prej nesh, për 94 milion mila, ose 148 milion kilometra. Dhe të thot, me një largësi shumë të dukshme prej nesh. Razët e ti, në sinin tanë, edhe në tokën ti ku mbjell, në dhomën ti ku flan, arrin për një shpejtësi prej 8 minutash. Dhe të thot është një shpejtësi shumë e madhe. Me këtë ajet, me këtë pjesë të ajetit, Allahu Jelle Jelaluhu dhe me në ispjegu disa gjana. Në thërë, me këtë ajet me mendu drejt, edhe në thot këte, edhe në djelën, javë kam në nështru juve. Shqyqoni gjematën dhe rinjën dërua. Tash për tash, brej zbritjes Kurani Kerimit, e deri në ditën tonë, kur jemi duke e spjegu këta jetë, unë thamë me krenaria dhe paturp, edhe thamë pare zërë, se në kohën e Muhammed Mustafa s.a.s. Ma pak ashtë kuptu prej këti ajeti se sa kuptohet sot. Si djeli i nështrohet njeriut, i nështrohet, aja jep rezet falë për shërbimin e punëve të ati. A ju pas ka nështru, numër 1. Numër 2, në ditët bashkohore, që po bojnë njerëzit prej djelit? Njerëzit prej djelit tërheqin rrim të fuqishme. Ata bojnë për shembull me përçus lartë në përmet djelit. Ata i bojnë zemjet e shpijave në përmet djelit. Ata bojnë me një fjalë, pa u vënu, bojnë rrim prej të cilës kanë dobi, si kjo rrima në që e kemi ndezë në xhamin sot. Prej kuj, prej rrezëve dilë, në përmet kuj, në përmet pasqireve akumuluse moderne, të cilët i kanë konstruktu njerëz të mençur. Në rregull. A dini çka ka me ndodhë në adhmëri burra?
Kjo është e mirë, apo? Ta nxepësh ujin për shembull të shtëpia në përmet diellit, mos kishe me gjeg rrim, ta bëjsh bojlerin me diell është mirë, ta bëjsh nxemin e shtëpisë me diell është mirë, ta bëjsh aranxherin me diell është mirë, ta bëjsh plantazhin fushën tonë me diell nëpërmjet pasqyreve akumulluese të rrezeve të diellit është mirë, këtë në rregull. Këto janë pozitive. E di çka ka më ndodhur në armëri? Ata që i landët kimike me herët nuk i dishin për shka mundën mu shfridzu. Sot i zbulun, i kanë fut në bombën atomike. Ata që nuk e dishin gaznat kimik për shka mundën edhe për shka s'mundën me u përdor, i futën me një lam prej lamave të cilët janë gjithën emrin bomba biologike. Ata që cilët gaznat helmus, arritën me i fut në me një depo, edhe ju thojnë ative landët e rrezikshme për shkatrimi njerëzor. Atje ku inspektorët amerikanë me çdo kusht kërkojnë me hi, të depot në Iran, në Irak, për me e pa mos keni helbet dë nisen që s'po e dim na, je ka në emrin e armët e rrezikshme për shkatrimi njerëzor, në rregull. Këto rrez dhe diellit, të cilët i cekëm na dobit e ative që po i shfrytëzojnë njerëzit sot, qaç keq ka me shku puna. Kjo është si du me thonë tash herët. Këta nuk e keni obligim me më dëgju, nuk e keni obligim me marë për sinqert, por më dhohen ative që i kanë ka 13 vetë në xhami. Ative që janë në xhami dhe janë 10 vjeçar. Ato do ta shijojnë këta. Ato do ta shijojnë këta. Për shkak se do ta arrijet puna çka gjë do të shkoje ekspertët zullumçar, ekspertët të cilët miren me zullum. Ato të cilët nuk flen çish me mbyt qetrin, mendoj se do të arrijnë një ditë për ditëve, do t'ja akumulojnë rrezet e diellit në të përzira me diçka tjetër për me e sulmu njeri me anën e zjarit fuqishëm të atij. Këta do të mundohen me bo. Do të thot, atë shumë do të poshtrohen edhe ate që Allah e ka nënshtruar për të mirën e njeriut, do ta përdorin për të keq. Mirë, rrima që e kemi na, a për të mirën e njeriut e ka kriju Allahu për të keq, për të mirë, apo e përdorin keq? Si jo, e përdorin keq. E përdorin keq shumë mënyra. Unë mendoj se xhamati tem nuk ka nevojë as një shembull me atek se çka bojnë njerëzit sot në anën nëpërmjet rrimës. Çdo gjë që ka kriju Zoti në këtë botë, e ka kriju dhe ja ka nënshtruar njeriut. Ja ka nënshtruar njeriut, por ai e ka për detyrë ta mirë përdor. Ai e ka për detyrë ta angazhohet për mirëmbajtjen e mirëvajtjen e çdo gjë Allahu xhalla xhelalu që ka kriju. Për fat keq, ai bën ata që egoist dënjare të gjitha të mirat e Allahu xhalla xhelalu, të cilët emrin fuqi e kanë, e përdor për të mirë në anën tjetër dhe angazhohet natë ditë që ti kombinon ato për përdorimin e sulmit. Ai kur e sulmon një punë nuk e din thashë edhe gjë, ai një punë nuk e ka qartë se kur ta sulmoje e sulmon njëri. A është urdhnuar njeriu me ngrit, a është urdhnuar njeriu me rrit, jo me sulmu. Wa sakhara ash-shamsa wal-qamar. Kjo ishte pika të shkurta me diellin hana. Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin e Kerim ka thonë: "Wa ja'alna ash-shamsa siraja wal-qamara nura." E kemi bërë diellin dritë dhënës, e kemi bërë hanën dritë përçues. Do të thotë hana s'ka dritë vetën. Kështu Allahu i përfaqëson Kur'anin e Kerim bukur. Ka thonë diellin e kemi bërë dritë dhënës, do të thonë është burim dhënie drite. Kurse hanën e kemi bërë dritë përçues, dritën e huaj ja u bën qerrë. Edhe këtë ja kemi nënshtruar njeriu. Edhe këta kemi vënë hapsin për me shërbi tije o musliman, o njeri. Çka kam punën me hanën? Çka jam të i banë? Çka kam me ta përbashkët? A din ti besimtari nderuar se baticat edhe zbaticat e detnave janë ngusht lidhur me hanën? A din ti mirë se kur është hana plot, detnat janë qëtër nivel, kur është hana zbrazët, detnat kanë nivelin qëtër? A din ti se mrena natës këto punë fillojnë edhe mbarohen me ardhën e mbrëmjes edhe me ardhën e mëngjesit, këto punë kejt krijen? A din ti shumë mirë se disa rregullat e femnat kanë lidhje ngusht me hanën? A din ti shumë mirë se disa rregullat e potencialeve të ndryshme të njeriu janë të lidhuna ngusht me hanën? A din ti shumë mirë se në datën 13, në datën 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hanës je ma i freskët për disa punë, kurse prej 1 deri nga datën 11 je ma i veshkët, je ma i dobët, je ma i langët. Me ka është kjo puna jote e lidhën me hanën. Në ditë e tham na dhe prej disa punëve që i cekëm lidhe me humzën, me gjithë se ai njeri radio na kishpit neve për qëtër sen, mirë po ai aparati që na i bën neve gjonat në vesh, a gjën radio na i qiti humës, ai çuni kish pas vetë për fat për humusit. Humus është qëtër sen, humës është qëtër sen. Humus është ajo unira kur ta vadit e sharën,
Edhe shterët uj jesin disa thina mbi dhevin tanë që e kiva dit, ajo unira për cilë, aj maja e tokës, aj këpasasi prej të cilës ranjët e morin bereqetin, në regull. Aj kish përket kish pit, kur a kriju kjo? Kjo a kriju me dheu, unë kuptova në radio se a më piti për humzën. Pra di fjallë shumë të për ta njëna me qetrën, humës edhe humës, në regull. Humës, pra a ka dikush në gjamin që se din humëzën? Me sigurit ri ka që nuk e din humëzën. Humëza bura ju gjem të ri është një materje me të cilët nanat e tona i kanë la flok në vend shamponit. Në vend shamponit. Edhe ato për qatë i kanë pas flok deri në 75 vite, a kjo ma i linda me 25 vite të veta, a bolus tëra, bo tas. Normal se a bolës tërë, glemo shampon, mollës, shampon pi mollës, unë e vetë shampon pi kajsijës, unë nuk du shampon përverë se pi kumlës kuqe, unë e pi kumlës tarte du shamponin, a je shamponizu, pra, e pa qetër mu që lizu. S'ki ka me jamaj, në saba shampon, drek shampon, mandramje shampon. Jo, nëna eme edhe jotje i kanë la flok me humës, edhe i kanë la me gaz, mirë pa jo humëza është aqë shqyse, për flokën e njeriut, sa që edhe me dash ti me shkull gazepin e shetër të shkull është një kime. Se mo me ra, jo se jo. Me ra mo, jo se jo. Humuza është filtrusi ma i madh i gjakut helmuar, i cili në disa mënira helmot. Mjekët inshallah më korrigjojnë për këta, ato si të thojnë hoxha se ka me ven, unë thëmë më njëherë hoxha se kam me ven, më njëherë. Janë në disa raste gjaku helmot prej disa ushqimeve që i ham napër për disa elementeve që vinë prej jashtë. Humza është pastrus. Çka bojnë? E morin humzën edhe e bojnë qull flije, edhe e linë njeriun me ta. Kur e linë njeriun me ta, kanë kujdes shumë që për një kohë shkurt ta lajnë për shkak se zonja e porëve të likurës e ndalojnë ajrin e him që duhet him rena për shkak se na morim ajr me hun me gojë dhe morim ajr të madh na përmet likurës që nuk e shohim. Në rregull. Humza është kjo. Janë nxerr helmët, gaznat të cilët janë gjak, i nxerr jashtë më një herë, e lirojnë njeriu, shumë bukur. Ku gjindet kjo? Së të në ba. Humës ka së të në ba. Pa ke kujdes. Se gjatë mujit me hanë, kalendarën e dilit mua kosëm ka interesu. Gjatë mujit me hanë, prej datës një, do me thotë kur tjetë hana shirit, e ho. Deri në datën 12 të hanës, mës shko me marë humës. Se ashe përzime me dhe, nga vetë vetiu, që tërkush i krinë këto punë. Ashe përzime me dhe. Në datën 13, 14, 15, 16, 17, 18, shko baj humës, faktikisht vetë ashtë filtru prej dheut. Nuk e pralon këtë dita, për shkak se me hanën ashtë lidhën. Pra nuk je vetë në këtë dunjo. Nuk je vesh ti të punu, s'ke vesh ti shati. Nuk ke vesh ti maqin që i hedhë dritë, hedhën edhe qertë dritin. Pastrojnë edhe qertë punë këtë botë. E ku i madhria kjo? E ku i madhri? Kjo është madhria Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Burat ndershëm, hanën, me qenë se afrojnë, me tokën, për disa metra ma afer se sa është ajo. Qka kish me ndodha, thu? Me qenë se afrojnë hanën, pak nga toka ma afer se sa është. Qka ka thatë në tokë, kishte me kalu në ujë në detnave gjithë. Asë një pla me tokës nuk kish me te thatë, kejtë kish me kalu në ujë. Po me qenë se e largojmë hanën për disa, po thamon e kështu për 100 kilometra prej tokës, ma largë se sa është në dimenzionët të cilët Allahu ja ka dhona asaj, çdo pik ujin këtë botë kish mushterë. Me detna me kejtë, edhe ai deti 11.111 metra, edhe ai kish mushterë për njëherë. Këtu kush i manin këto dimenzione, kush i manin këto drejtime, kush i manin këto disiplina kaq të bukura. Allahu Jalla Jalaluhu thot në Kur'anin e Kerim: "Wa sakhara ash-shamsa wal-qamar", ja u kam nënshtruar diellin edhe hanën në shërbimin e juaj janë. Hana prej nalt, merre vesh mosashe interesume edhe humzën me ta pastru. Edhe në anën tjetër atë që e ka parzit ti në disa data, në disa dita të hanës, je ma i freskët. Për këtë punë ju kallzojnë mjekët mas mire, ato shka s'din, ato janë zate e ekspert për këtë punë. A hoxha është kalimtar në këto gjona, hoxha i shiqen me qërësi këto gjona, për shkak se ai ka dëshirë me ja u prezentu anën fetare të këtive gjonave të mëdha në përmet Kur'anit e Kerimit. Kullun yajri li ajalin musamma. Të gjithë, dielli dhe hana, edhe gjitha planetet që janë nalt, në hapësinë, të gjithë kanë qarkullojnë teri në datën dhe ditën e caktuar. Kush ka dëshirë prej njerëzve me ditë kush është ai, edhe në vendin ku jeton, si është baraspesha,
Ka mundësi xhamatin ndershëm nëpërmjet Kur'anit Kerimit me ardhur të formula e shpejt shumë. A ke dëshirë me ta prezantu unë si hoxh në xhami, kush je në hapsin? Në këtë botë kush je ti? Unë mund me ta prezantu këta me një 3 fjali shumë të shkurta. Merre parasysh numër 1. Merre parasysh rrezullin toksor, sa është i madh edhe vetën me një vend ku je ndaj. A ja nismi për çdo? Lamshën e tokës, sa është ai i madh edhe ti në krahasim me lamshën e tokës ku je ndal, kush je? Pra, toka që jeton ti në ta, në krahasim me diellin edhe disa planeta nalt, është si ti me tokën, pra. E pave që shkojnë gjona? Ti me një skajnë këti rruzullit toksor ka që i madhë, sa një kokë remelit, pra toka që jeton ti është në krahasim me ato qerat nalt edhe me vogël. Ne kemi këtu për 24 orë natën edhe ditën për të cilin jemi të spjegu sot me ajet, kurse atje me një vend shkencëtarët e astronomisë thonë se një planet në hapsinash, sillet një herë rreth vetë vetës për 8000 vite. Vetëm një herë, sikur toka jonë që na jep natën edhe ditën, vetëm një herë rreth vetë vetës për 8000 vite. Çka ta merr menja, çaj objekt, sa është i madh ashtu? Edhe aja në hapsin. Edhe aja është në hapsin. Vesh ta marrni mend shumë bukur se çaj ylli, çaj objekt, çaj planet, e cila për 8000 vjet një herë kolla vetë vetës sillet, aq është umlak, aq është balenë ajrore e madhe. Edhe aja është një grimc para hapsinës për gjithshme të pafund të Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu. Edhe aja është një grimc e vogël para hapsinës Allahu xhalla xhelaluhu të pafund. Mas saj kush rrin? Mas saj rrin dora e të fuqishmit Allah, të cilit na i kemi ardhur në xhami me vullnet, me abdes, me iran sejdë dhe me i bën ibadet me janë në muajin e Ramazanit, të cilin e lutim më në fund Allahu kabul me na i bën inshallah. Xhamati ndershëm. Besimtar, musliman, këto punë na që po i flasim nëpërmjet këtij kitabin surat Fatir, nuk janë punë të vogla. Këto meritojnë kujdesin ton të madh shumë. Këto meritojnë kujdesin të madh shumë. Këto meritojnë përmirësimin ton. Këto meritojnë ne të përmirësohemi sa më shpejt. Këto meritojnë prej neve ta kapmi lapsin, edhe ta marrmi librën e materialistave. Ti marrmi materialin e njerëzve që besojnë materin edhe nuk dinë gjë se çka ka mbrapa asaj, edhe ti bëjmë ato libra, ti korrigjojmë një herë për gjithmonë. Ti thojmë ati Charles Darwinit, ti thojmë ati anglezit, ti me qun, ti bre i ndershëm, ti bre shkencëtar, ti që ke dhonë mund, ti je, kush je, qa gjemi një ven, vesh harroje mo këta, ose ne do ta harrojmë mo se atë që ne e the, se çdo gjë është e rastit, nuk kishë qenë ti si shna the. Çdo gjë e rastit, s'fesht ose do gagja s'luqajnë. Kejtë shka ta shifë është ka ndodhë rastisht, edhe që kjo ka ndodhë rastisht, edhe që kjo planet e cila është balena me madhe ajrore, e pa mund deri tash, për shkak se ulemat në ajrë, në hapsin kanë pa deri tash 500.000 boshte, si cili bosht 30 milion ilzi, si cili ili ma largë me njërin qetrin se ata me ne. Që kjo është e rastit, unë kam pas dëshirë, si qëtë punë e rastit, pra shkat shifësh raste e ka kriju vetë, atëherë kam pas dëshirë që i gume ajote, kur shpërthet e keret në autostradë mes dy qiteteve, në temperaturën -30, edhe ti i dalën hollë se ke besu në kërën tanë shumë, se e ke me klima në lage, mrena, për verës slatë, për dimnit në zetë, kam pas dëshirën që kur shpërthet guma, rastisht qetrat dale pi bagashit vetë, kjo qetrat e shpërthimjat heket vetë, dvele ajo e frimjat nohet vetë, e ti të rish mrena pa asë një problem për shkak se çdo gjë është e rastit. Ti kështu i beson gjonat, rastisht. Unë kam pas dëshirën rastisht që ative gjemve shka kanë pas me rak Cadillac me ble, Cadillac era Amerike. Rusët pa ndasht Cadillac me prodhu. Kure pa Cadillacun Moskë të parën herë, ju pa met shumë lakmi. Edhe pa nis me prodhu Cadillac, pas ka dal Ladillac. Kështu, ju pas ka dal qashtu. Kam pas dëshirën që ti gjaliri që ke me rak në ke rafort, prej rast mundët, kur qosh një ditë me nxes para derastane një Chevrolet Amerikan, i tipit matri, rastisht, pas prish pun. Një kerës po mund nga mu bon rastisht, po bon, qka prish pun? Veç unë tash do t'i parashtroj disa pytje, edhe jam i bindun që i para pytjeve mija do t'lanë pa përgjigje. Edhe do t'i lanë durët në gjep, as do t'kishe mundësi me nëzirë për gjepive, jo mu përgjigje. A banun edhe ti, për me pase nuk kanë shdo gjon e rastit, pash, Allahu Gjelle Gjelalu, dora ati e ka kriju me dëshirën e ti. Kur gjon këtë botë e rastit nuk kanë? Do t'i bajnë disa pytje,
Për mu e shumë thjeshta, vestije do t'i lanë durë në gjatë. A ban alfabetin 36 shkronja me shumë zush do shkrojnë për 1000, unë edhe ti. Alfabetin 36 shkronja shqip me shumë zush do shkrojnë për 1000 herë. Do me thonë 36.000 letra me i bon. Edhe ato 36.000 letra me i marë me i fut me një sanëk. Me pruni cullë si lotën me i të lëvi. E majsë brami me i thonë mushë një grusht edhe jep ju zorë najrë. Kur që jape zorë najrë ative, tani rastisht me u bo një vjerë shë Shakespeare-it e bukur. A bat? A radhitet vetë. Nas një monirë, që kjo si të ndodhe edhe kjo qetra është e rastit. A ke përgjigje? Mëse ke nëzirë dorën për gjaj për elbet të futin gjak të krarë me një shembul qetër. Me pa një gjilpan ngull me në murë, me maje. Ke arë me një dhobë, e ke pa një gjilpan me maje, gjilpan dohani, e njëfë, gjilpan samari, gjilpan oja, vëshka dush. E ke pa në murë të ngull me maje. Edhe e ke vetë njonin, ku që ka ngull këtë gjilpan këto, ka thonë një qërë e hudhe, si ato ka u bojt briskin. A beson ti? Po. Po me thonë dikush rastësisht e kanë gjujt që ati a beson? Po. Veç unë do të pysë qëtër se. Një gjilpan qëtër maja gjilpanës ditë në birën e gjilpanës parë. Edhe ty pyjtë, po këtë ditën ku që ka ngull në gjilpanën e parë, thomë unë e njoni që pas një rastësisht ka gjujt. A beson? Po mirë, po 20 gjilpana njona në qetërën. 20 gjilpana maja në birën e asajt parës, edhe unë thëmë ti e se rastësisht njoni të i gjutë gjilpana ti ka qëllu që është të gjithë nuk ka si. A beson ti këta se kjo e rastit? Ti thu mua heq më balë, më s'falë. Jo dur, krajnë ma kishtin gjepë, që tash jo veç dur. Pra, 20 gjilpana, maja e njona qetërës rastësisht, nuk po që i lokën në murë në ngulme. 500.000 boshte ka 30 miliard dilëzi me këtë disiplinë të madhe ka që të bukur, notojnë ma mirë në hapsin se si notojnë byliqet e peshkujve në oqeanin Atlantikut, edhe ma bukur, edhe ma përfit, edhe ma të persosët, edhe ma preciz notojnë hapsin. E rastit? Rastisht, ha? Që tash kemi shku shumë nalë, dërë shdripim pak në gjami këtu mrena. Por i zatë zotit për të pisë, flok që i kenë koke si kenë balë, e rastit a inxinjerit. Flok, kanë dalë në kokë, ama nuk kanë dalë në balë. Ti shkon të berberi, edhe kemë më siguri berberin tanë. Shkon të berberi i hek flok shpesh, ama kur shkon me i hek qërpikt, edhe ato në qatë krijet mjeluna, edhe ato në qatë krijet. Këto as janë kime këto të sinita. Pse këto shkon të berberi kur mi hek ti? Rastisht, apo? Ti jetë ka dalë mjekur aktu që je sulmon për zdita, ma nuk ka dalë në shuplak dorës, interesant. Nuk ka dalë në shuplakën e dorës. Pra nuk ka shdo gjohë, nuk ka, këtu rasti nuk e lunë asë një rol, për shkak se materia a qërë. Qka din materia faktikisht? Materia nuk din o bura. A këto gjona të cilët i dim na dhe i shofim prej duke unis, prej vetës e në anena, janë gjona të cilët janë kriju me dituri, i kryon edhe i ndërton i radhit, ai i cili din çdo gjë. Kërcili, karkalec, shqip i dhënë karkalec. Kërcil, kemi thonë do këndo dhe se mamoti. Në qovë se deltin sërnishtën tonë e kërkor grunë verës, edhe hek sa hatin, e ka i do kanë ka i kënon. I kënon do kanë të bukura. A i ka njëre vëm të perdja jote natën, edhe në dhomi i kënon do kanë të bukura shumë. Ashtë lumëtori, ashtë harmonie madhe të ndëgjojsh atë. E hek sa hatin tanë ti, edhe me qenë se je ama ekspert, jo kështu prapë ju thëmë, ju këtë punë së ne bani. A di ku që banë këtë punë? Këtë punë e banë a norvegjezi. Kësi punë bajnë vetëm ato që kanë kondicion të madhë. Aje kapi kamerën në vitin 65, deri në vitin 95, pa u këthi në shpi, në 160 shtete u thoi, 30 vite me radhë, e kopjoj alfabetin prej në A deri në Zh, edhe numrat prej 1 deri në 10 në kratë e fluturave, duke heth me 150 shtete në përmoqale të ndryshme në botë. E gjithë alfabetin prej A deri në Zh në kratë e fluturave, edhe numrat prej 1 deri në 10. Ki e banë, ama na jo, nasën e bojmë këta, na ku kemi kësi kondicioni? Po nëse t'jipët rasti, inshallah t'jipët, heke sa hatin, e ndëgjoje kërcilin prej kur t'ja filloje, a i në gjdo 15 sekunda njëherë banë. Cërrrr. 15 sekunda, faktikisht këtë zonë e ka. 15 sekunda, faktikisht këtë zonë e ka. Në qovë se keni qëtësin të gjënë.
Apo? Këtë do e ka? Në 15 sekunda një herë. Do më thonë, sa herë minut? Frit, sa herë minut? 15 sekunda një herë, sa herë për një minut? 4 quna, 4 gjemteri, 4. Pra ndëgjë e mirë. Prej se të filloj, edhe kur të ndalet mramën herë, e ba një pauzaj. Kur të ndalet mramën herë të dish, që të kam të tua temperatura që abit qaç gradash. Ki ku instrumenta ki? Këta Franklin e ka zbulua. Kja është instrumenti Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Pra moti pu mat ka temperatura në këtë botë. Moti për dikën tjere se sa gradë temperaturën e paskën. Në përmet kuj, në përmet një makhlukit Allahu Gjelle Gjelaluhu, në përmet një krijesës vogël. E rast e ka bo këta. E as zotri darvin t'i bon një disa biseda pak në apsin. Qërcili, në mojen e sërnishtës që e ke preti, kam i ari fërkon kombe. Ato kam të mrame që ka i ka nalë si bagerit mas. Qatë ushtim, qato valë të asaj ushtimit madhe, ti kur ta shiqojsh eni, jo, a i kërcili femën 850 metre largën dhe gjën. A i qetri si ki femën, 850 metre largë, e ndëgjon ushtimin, e pave shfar vesh i keti edhe aj, e pave dalimit, që kja është rastit, a rastisht këta natyra ka kriju kështu, po pse natyra stijet si dha qash vesh të zhvillum, babën tënë s'pejnin shka vët full. Nëna jo të 30 herë, bira të që që të muj hyt, shkuj mi full. S'ka vesh? S'ka vesh? Kështu ka thonë një shkencëtar Amerikan Morrison, e ka emni shefi Akademive Shkencore në Amerikë. Ka thonë se ju gjemteri, të më falni që tash, nuk po du me kalu në moralitet, runa zot prej kësaj, kur se kini pas cilësi, po po spjegojmë citat, a isha ka thonë. Shkencëtari madha shumë, sa është musliman s'na interesën neve, shkenca nuk i njef ato punë. Ato punë i njef feja, po. Shkenca së mu së minu dhe se shka Amedin, e shka ka maru lokomotivën, po hipi po shkojnë në Dortmund dhe s'povec kush e ka maru iqë. Në regu. A i tha ju gjemteri që po ju shkencëtarët, ju trit që po lavdroni se keni medikan me abe. Edhe keni dëshirë në rasta dhe tjeni në kontakt. Ku ngani? Për me arë në kontakt, ku ngani? Te kabina telefonit, apo? Te faksi, te kabina telefonit. Me atë shka adonde mu morë dhash. Në regu. E ju do tjeni modern, atëherë kur atë shoqën e juve të atërë një kështu me dur. Nuk fërku me dur? Kështu tha e shkencëtar Amerikan. Këta e keni arrit? Pra të më falni, qertë ma mirë se ju për jetojkën. Qertë e pas kanë jetën shumë ma në harmoni, ma në disponim se ju. Të në krasim me telefonin e slupçarit të autorizarës, për cili i kana 1 miliard vetë para neve. Po mere me men, kër e punon tja telefonin tanë 4 orë, ma i sbrami që është shkon në faj në kërë. Se nuk ka të po. Qaq je largë, qaq ke arrit, mos e ngrej kokën, mos e mene madhëso, mos e bani madhë, kote ke. Ka që fakë si njoni pjagje, ka dali për shlinë këta, nuk po lezohet, nuk po lezohet, qka mi bo, mos e mene madhëso. Qertë nuk jetojnë kështu, ato shka s'janë si ti nuk jetojnë kështu, kjo gjatë kejt nuk kanë shërasë të bura. Arabi që nuk ish musliman, në kohë para Rasullullah a.s. Hala vahi s'pas zbrit, hala njerëzit s'pa të më kalu në islam, hala Gjibrili me Kur'an s'patar, ishte i mprap shumë për shkak se arabët kanë qenë shumë në mënyrë në nivel të ngritur të inteligencës. Ani se kanë qenë gjahila, në kuptimin fatar, s'kanë qenë musliman se s'ka liber, s'kanë qenë musliman se s'ka Kur'an, s'ka pejgamber, ama ato nuk ishin të hop, ato i dishin punët të cilët sot arabët nuk i din. Sukur kush për shembull, Ahmed bin Majidi, a përdori një shembull gjëmatin ngarshëm. Të na tullët mësojnë shkollë, fëmijët e tonë dhe unë barabar me ato dhe ju, kemi mësu se Vasco da Gama e pas ka zbulu Hindijen. Allah, da Gama e pas ka zbulu Hindijen. A keni dëshirë me ditë kush ka qenë da Gama? Da Gama ka qenë një njeri i cili ka udhëtu me Ahmed bin Majidin, arab tunizian, shkencëtar musliman, i 33 udhëtim për në Hindi ka qenë, kur Vasco da Gama Ahmed bin Majidin e shoshron në nije. Edhe i shaf do puna te, pyet këtë fa muslimoni, thot, pse ke këtë dhejlë për në nije?
Kur s'kish pa ai dhejtë me mon në një. Tha edhe gjallin, se ki morë. Qunin e kish 13 veçar me vete. Tha pse këtë gjallë ki marë në të ullëtimit gata. Tha ka marë, tha se shkolla bëhet herët, e ki duhet t'i din gjallët nuk e din ki kur i des baba. Ndrej. Tha të dhejtë në më teke, tha kjo më tregon, shumë herët se a do t'ket deti dalë nga jo. Kjo më tregon, në çdo moment rreziku ka duhet ta kthej anije. Kjo më tregon, në çdo moment natës, në mesën e natës, në përmet tillëzive, me kthimin e shpinës edhe gjoksit asaj, si ma në veshët në momentet e duara, unë e di a shia bord do të bere mbi deti, edhe e di faktikisht ka me orientum, edhe mirun dokumentat në nije prej minit. Nasko të goma, ako në zanës i Ahmed bin Majidi, gjë ka zbulu Indien, ka stravecje pas ka zbulu Indien. E ka zbulu Indian Amerikanët, edhe ai që ka ulltu për në Amerikë me Vespucin mrenda, edhe ai ka qenë musliman. Edhe ai Arkimedi nuk është Arkimed, për është El Ahmedi. Jo Arkimedi, është i Arkimedizum, është i Evropizum, është i Latinizum, është i Katolicizum, është musliman e emrin e ka El Ahmedi. Do ta ka bodre dhe jatë mloja. Unë po këthajmë për kësaj të puna jeme. Unë po këthajmë për kësaj të puna jeme. Arabi në shkatin, jo musliman, me deva në vetë. Hala Kurani s'pas brit, hala Rasulullah s'pas arë për nga mërë. I tha disa fjallë, në historia në që nume. Kur s'kan me vdej, kas një herë, a i tha këto. Tha, ardun dhat usajgjë. Tha dhau, i cili është ngrov prej djelit edhe i ka atmosferat e veta. U themaun dhatu abrajgjë. Tha dhe hapsina, qieli nalt me burgjët, me atmosferat e veta. Wal atharu yadullu ala al-athir. Ta gjurma e devës më tregon se këtu ka kalu dikush. Kështu tha në hapsin vetaj. Tha wal ba'ratu tadullu ala al-ba'ir. Tha të më falni, ajo mbeturina që e kanë bo kafshë më tregon se kafshë ka kalu këtu pari. Edhe më në fund e përsosi tha, efela yadullu dhalike kulluhu ala al-alim al-khabir. Kejt këto as tregojnë se kjo bot ka mas konstruktorin e vetë edhe atë që e ka kriju. A i si shte musliman, a i tha këto fjallë. Vetë e rastit, apo? O lave jam i dashur. Bicikl e ki malë rastisht. Gjilpane ki malë rastisht. Kur gjonë këtë botë e rastit nuk ashtë. Kote kanë ato shkenstarët. Pra shka ku në të theme dhe thamë. Duhet të marim lapsin e arë për gjithmonë. Ti korrigjojmë gjanat të cilët na i mellën të qerët. Ti korrigjojmë gjanat të cilët na larguan me to në emnin e shkencës prej fesë të vërtet dhe prej besimit të vërtet. Unë thash me një dheu mdo këtë xhamia se di ku thash se për ditë po fonim pa harrojmë ku kemi thonë. Do këtë se me një fshat ta më dhomë. Në mësum Darwini shkencëtar. E mësum Darwini shkencëtar. Unë lexova librin e atij Rënjët e llojeve në gjuhën arabe gjanë. Mirë po të na kur nuk u studiu ana titulli Darwini fetar. Vetëm atëherë ai do të njihet kush ka qenë. Vetëm në atë mënyrë. Karl Marx, kush ka lexuar për Karl Marxin? Karl Marx i shkencëtar. Duhet ta lexojsh Karl Marxin fetar. Friedrich Engels, duhet ta lexojsh Engelsin shkencëtar. Në anën tjetër duhet ta shpinën e fletës atij ta lexojsh fetar. Çish ka qenë? Çfarë fe ka qenë? Fetarisht ka mendu. Ato shka mendojnë se Marxi ka qenë ateist. Ata mo gabojnë trash, bojnë gabime trasha shumë. Ai kur s'ka qenë ateist asnjëherë. Ai nuk ka qenë ateist asnjëherë. Ata e pyetën Marxin. Ata e pyetën me një rast për rasteve mirë ti që fole për sistemin social, fole për sistemin ekonomik, fole për sistemin e klasave punëtore, fole për sistemin e klasifikimit. Këto to i bane. Shka u bë puna fes, këtu e kanë pyet. Çishmet puna e besimeve. Ajo përgjigj me një pyetje me të cilin ju kallëzoi botës se unë thellë se kam lënë, po unë nuk e di pse njerëzit nuk i kuptojnë gjanat drejt. Ai kur nuk tha që unë nuk jam fetar. Ai tha rroft, sporti, teatri edhe filmi, sinemaja. Kështu tha. Ai nuk tha njerëzit s'kan me qenë fetar, ai tha unë po i them mos besoni. Tha rroft sporti, rroft teatri edhe sinemaja. Po pse çka bojnë këto? Çe çka bojnë? Në teatr shkon ti, faktikisht teatri prej adetit a mu majt natën, i hut një 3-4 ora gje, sa bale ujt a bati sarë nëse s'ka ujt hiq. Roft.
Sporti, mos ti shpjegoj të rria. Sporti. Po luj ke sonte Brazili me Norvegjia. Brazili dhe Uruguay po luishin to. Kejt fusha bloku. Kejt fusha bloku me shakte, me të korra, me shkaka. E Brazili dhe me Uruguay po luj. Tonë luajnë ato natën, se këtu i besati 4, mes natë, a gjë ku e diu në ndima dreke, gjithë ditën unë përpse mune ditë duhet me nejtë këtu, edhe natën duhet me nejtë sa gjatë ditë, edhe të nesrit masit lutë, tëra ti kur gjatë, nesrit masit lutë loja, pave, aj me a pas qita ti pinjas, këtona mas ja qiti, me a pas qita i pinjas këtona, aj me a pas pranu topin pin shmajt, hazër e pat ka më në shmajt, kur me a pas qita i ti, me a pas qita ti, u bake 1-0, mos t'i shkon 1-0, të në me a qetrin 2-0, me a 3-0, ato a gjë edhe kanë lujt lojën, edhe i kanë shti parët gjapë, edhe kanë shkun punën e vetë, gjemë të tonë të me a pas qit me kam gjapë, me kam shmajt, mos më pasorzu, shumë publik, pak publik, ornov sporti, s'ka gajnë, ornov sporti, ornov teatri, ornov filmi, të në sabë nejtë e prompta, nejtë atë në si firë. Shka mune me të në si firë, shumë në ta gachti, më konverë sa gajnë. E di bëdha si po koncentromi të ndo film, amon, nuk po sosi në në mësë qëtë. Film, shka të më thonë, shka film? A di një fjalla film, duk falisht shqip qish për të thajat? Kush më s'me gëllë? Kush me përsa një fjallë, s'duhet shumë, nuk bëhat gjurë në gjami shumë, nuk prishet reni. Fjalla film, shqip, shka? Nuk ka shqip fjalla film, më shka shqip? Fjalla film, shqip, është kur gjohë. Apo këj qef me ta vërtetu? Kur të sosët filmi shka del, fend anglisht, apo, kraj, fund. Shka ke morë prej televizorit me shti në gjak? Shka ke morë? Kur gjohë, apo ave shka në film? Do me thonë ti e ta kanë morë kejt jetën ato kur gjohë. Për qatë morë, që nuk ka qeni optaj. Edhe rënoft filmi, teatri edhe sporti. Këto s'lan as mu falë, këto s'lan as me njërë zëtë, këto s'lan as me bëj i badet, këto t'lan para mazan këto. Në Berakli Gjalli ka me lujtë futbal sot edhe kur ta krahasoj se ka me lujtë futbal. Edhe sa njerës derdhën këto kam të mija din shumë mirat punë. E din këto, e din për men, se kur jam kon njëri nëre jargan mu luke to. Këtë ju në kom t'i bëjshin dë puna gje. Edhe thot a i gjalliri ban, mës me shku Ramazan, s'ban ta shku me lujt, nuk ban ta dal, duhet me dal, mës me dal, jo duhet me dal. Kur tu afru sahati, tu prek luk si mrejna, tu ja nis me këti. Mës me lujta? Me lujt, Ramazan. E po mës me lujt. Mës me lujta, e jo me lujt. Maj smrami, shka del maj smrami? Maj smrami besimi i Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe thirrja e shejtanit, të dit vin një luft e bojnë. Cëllit ta muje, ka cëllat shkojsh që i që ati je. Dhët me lujt. Maj smrami me lujt. Si të lujsh a gjë 90 minuta, edhe di vazhdime ka 15, bojnë 120 minuta, në 110 asa bojnë një shishe tujt plastikës priovë, se s'pat qetër me kërku dikun me një vend. Mushknia në ato pa loj Ramazanën e kanë bëgji problem. Jo edhe me një loj, kishe kujdes, iki këti me punve. 335 dit, 335 lojna ke mundësi me zhvillu. Ruju prej zarmë në gjanemi. Ruju prej asaj shka nesër së njarë tjetër. Ik pi asaj shka së njarë tjetër nesër. Nuk i thua Allahu Gjelle Gjelalu nesër, s'ke mundësi me i thonë, unë zoti jem, s'ke kish na qare taluj, se sudia piskës prrrr, mora me anisë. Tone ato i mirshin 3 pika, ani, ato i mirshin 3 pika, po të pys ti e në gjenem, me sa pika të kalojsh ato, sa boda i ke a gje. Kje kujdes me këto punë s'ka lojna, me namazin nuk ka loj, ata nuk e zavendëson as gjon. Unë ja u pëlqeva shumë fort, kër isha i ri, kisha qef edhe me lujt, edhe me shiqu qërë kur të lujt. Rinisha, kam i bonështë, ja e qështu ishte. Në Egjipt, në mesin e lojës, dherë ka 45 minuta, ato që luishin futballin, ato profi, ato të mlajt, e falshin i qinije në barit stadionit. Qaja insan, qaja njeri, qaj ka pesh. Abdesin mes loj për bot, me loj, gjithë së finale, shrak finale, në qini, namazin, publika, në shkallë stadionit, namazin. Qaja popull, që ato janë vital, jo? Në përri që një edhe unë e barabar me gjematin tem edhe hoxha edhe gjematin këtë në stadione, a gjë edhe u kri. Na kemi ra poshtë, na jemi mangut, na jemi mas,
nuk jemi freskët, na jemi turbullu pak. Allahu Gjelle Gjelalu u Gjelle Shanu na të both prap inshallah me izin Allahu shpijen e ti nesër. E të arena me kaq pra jemi lodh ball. Allahu Gjelle Gjelalu për juve dhe për neve raziu both. I përshëndesim gjithë misafirët që ka kanë ardhur në xhami. Allahu Gjelle Gjelalu kthimin familje kollaj of both, po edhe ne jemi këtu inshallah hala ma kollaj. Iftar ku kanë ardhur. Jo po. Lillahi al-Fatiha të mfalni. Imane, sot i festojmë bukurin bajrame.